Të nderuar bashkëqytetarët e mi Librardas, ndajnë edhe 40 tetor nga fillimi i votimit për zgjedhjet më të rëndësishme të pluralizmit politik 30 vjeçar. Detyra jonë është të dalim masivisht në votime, ta kthejmë në referendum ditën e diel dhe të japim një leksion të madh politikës se vendi nuk qeveriset më me kriminal, me vagabond, hajdut dhe mercenar. Vendi ka 8 vjet që përlëngon në qeverisjen e tutorit Rama dhe rinia është larguar masivisht përtej kufive. Populli loton nga pamundësia për të jetuar. Mira familje janë zhytur në borxhe për bukën e gojës. Fëmijët nuk mund të shkollohen për pamundësinë ekonomike. Shërbimet shëndetësore katastrofë, bujësia e paralizuar, administrata pjesa e ndershme e çorientuar dhe e tejmbushur me ignorant dhe militant. Infrastruktura rrugore e shkatruar, taksat dhe tatimet e kanë mbytur ekonominë dhe shumë të tjera që gangsterët e votave të vjedhura i kanë varur në qafë popullit të tej vuajtur. Librardas, në emrin tim, të degës PD Librash, ju bëj thirrje të votojmë masivisht Partinë Demokratike të Shqipërisë, numrin 9, sepse treva tona të mrekullueshme, që kanë shkrirë dy kultura bashkë, Toske Geg, kanë filluar të praktiksen masivisht. Mafja e kryesuar nga Taulant Balla, Poshfaros Pyet, Ujin e Pishëm, Vadicës, e kanë futur në tuba për hece, kanë shkatruar faunën dhe florën, pra po e kthejmë vendin në shërbim të oligarkisë, që të ndalojmë shfarosjen. Ne duam mbështetjen më të madhe nga ju librartasit e mi, që kapacitetet intelektuale të jenë nesër ideator dhe hartues të një plani zhvillimor tërësor për një infrastrukturë rrugore të përfunduar, bujësi të zhvilluar, pemtari, vreshtari të shumëfishuar dhe çdo mundësi tjetër që gjeneron të ardhura për zonën tonë. Kështu ne fuqizojmë ekonominë dhe si rrjedhoj rinia punësohet, shkollat rikonstruktohen, spitalet dhe qendra shëndetësore rivitalizohen, agroturizmi dhe gjithçka tjetër kthehet në normalitet. Librardi me Lulzim Bashën kryeministër fiton.